Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Beogradi po monitoron nga afër bashkëpunimin ushtarak midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, duke pretenduar se Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm. Ata po presin një moment të favorshëm, kurse ne po përgatitemi për sulmin e tyre, tha Vučić në një intervistë për radio televizionin e Serbisë. Vučić, duke ju referuar një deklarate tripalshe mbi bashkëpunimin në mbrojtje të nënshkruar nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova, që synonte forcimin e bashkëpunimit në siguri dhe ndërveprim ushtarak, tha se Serbia ka raketa hipersonike kineze ajër-tok, me një rezerveprimi deri në 400 km, duke i përshkruar ato si ndër sistemet më të përparuara të armëve. Ai gjithashtu shpreh se Serbia mban marrëdhënie të mira me NATO-n, ndërsa vazhdon të ndjek një politik neutraliteti ushtarak. Duke komentuar mbi marrëdhëniet me Kroacin, presidenti serb akuzoi Zagrebin se është përpjekur si ishte ai të minoj Serbinë dhe se ka ndërhyrë në punët e brendshme. Komentet e Vučić vijnë në mes të debatit të vazhdueshëm mbi politikat e sigurisë dhe mbrojtjes në Ballkan, ku modernizimi ushtarak dhe tensionet politike janë intensifikuar vitet e fundit.